Paqja e Zotit qoftë mbi ty, nipi im. Paqja e Zotit qoftë edhe mbi ty, o gjysh. Allahu na vënë të mirësi me hyrjen e hënës së muajit Dhul-Hijja. Çfarë është muaji Dhul-Hijja, o gjysh? Muaji Dhul-Hijja është muaji i fundit i vitit dhe 10 ditët e para të tij konsiderohen si ditë të begata, lumë për atë që i kushton rëndësi këtyre ditëve. Si mund t'i kushtoj rëndësi këtyre ditëve, o gjyshi im? Kjo gjë, nipi im, bëhet duke shtuar lutje ndaj Zotit, tekbirin dhe fjalën La ilahe illallah, haxhi, umra dhe agjerimi për atë që ka mundësi, e në mënyrë të veçantë në ditën e Arafatit. Leximi sa më shumë i Kuranit dhe kryerja e kurbaneve nga dita e 10 e deri në ditën e 13 të këtij muaji, lëmosha dhe ndihma e njerëzve në nevojë. Shumë bukur, gjyshi im. Mua më pëlqen shumë kjo gjë. Unë e shkruajta atë që më theti tani, që të jem nga ata persona që kushtojnë rëndësi këtyre ditëve. Mirë. Bravo, nipi im. Dhe mos harro që këtë mirësi që mësove t'ia tregosh edhe shokëve të tu.